Dhe I rikthemi të ftuarit. Tam edhe pak më herë, tashmë me ne në studio është Besimi Kullovci, që është kreator I logës së festivalit të këngës, e brendimit të festivalit të këngës, e për cilin padyshim që do diskutojmë shumë aspekte të kësaj logë, të këtij brendimi që neve po na përcjell gjithandej. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në studion e RTK Radios. Kështu në shtëpinë tënde po në radio. Faleminderit shumë për ftesën, ndjem shumë mirë. Siç e përmendën shtëpinë tonë të jemi prezent. Nëse mund drejtohemi me Besim. Po patjetër. Besim, ndërsa ishte duke shkuar kënga na tregova që nga viti 2002 je pjesë e RTK-s. A e lodh Besim? Nuk më thoni jo. Po është punë kreative, do të thotë kam pas filluar si dizajner grafik I thjesht, mas për një kohë që shkurt, pas realizimit të siglave të emisioneve të përditshme, programi mëngjesi, lajmet qendrore e tjera, që kanë qenë. Është vun pa talenti em, dhe mandej për një kohë shumë të shkurt u bëre pjesë ta manerë të pjesë edhe unë thetë si dizajnit grafik, ku deri tash vonë, deri para disa viteve, kam organizu, realizu, do të si u thetë si dizajnit grafik, gjithashtu I kom pas përgjithësi punët kryesore, të identitetit, lajmeve, emisionet të përditshme, të pasditës e gjitha ato. Andaj është një punë kreative, është një punë që konstant kanë qenë në krijim. Krijimi është pak I vështirë, por është e bjen atë kënaqësinë kur shes çka ke krijuar. Në fund me produktin tënd. Po, është shumë interesant kur të shes, sepse për shembull marrim një temë lajmet shëndrore ose lajmet në përgjithësi. Gjithë bota ka edicionet lajmeve, edhe është një temë shumë abstrakte ku ti dosh me mendu se çka dosh me realizu, si dosh me realizu, çka do të më qenë. Të gjithë e përdorin globin, ti dosh me mendu si do të cilët ai glob, si do të duket, si të jetë unik. Edhe dhe kjo është punë e cila e bën, ka dhe përgjithësinë e vet, por me anë të kreativitetit, me të vërtetë është bukur shumë kur të shë rezultatin përfundimtar. Na njerëzit e radios realisht pak dim për këtë pjesë që po na tregon Besimi, se na jemi më të fokusuar në mikrofon edhe në zërin ton, mi pas kufjet me dëgju vetën mirë, kas mjafton për neve, por padyshim që janë këto gjëra që na I shohim për dishmërinë tonë, bën pjesë e për dishmërisë tonë, duke I parë në lajme dhe duke I parë gjithandej vizualisht në media tona. Por kanë janë, se po mbesim edhe për pak këto, ne gazetarë, moderatorët e radios pak ankohemi, sepse derisa të ju shkon pamja, ne duhet përmes fjalëve, përmes atë çfarë ne e themi, që t'ja përshkruajmë ose t'ja vizualizojmë dëgjuesve tonë. T'ja brendojmë. Derisa ti shkon me dizajnin tënd, ne duhet pak më shumë mi e bëzar, nëse guxoj me thonë, që me ja përshkru njerëzve ose publiku tonë se çfarë po themi. Po, e vërtet shumë se televizioni dhe radio krejt është e komunikimi. Ne kemi komunikimin vizual, ju e keni komunikimin verbal. Që për më është shumë vështirë, me dalë para mikrofonit dhe me folë, me bisedu. Për diçka që nuk e sheh. Për diçka që nuk e sheh, njëjtën kohë është edhe vështirë dhe vizualisht me komuniku idenë, do të thotë me pas një komunikim vizual. Na me ty aty jemi Besim. Mirë, por ne kësaj radhe do të flasim pra për ato krijimet e tua të jashtëzakonshme, brendimin tënd që këtë vit e ka RTK Festi dhe atë logon e bukur që është duke qarkulluar, sidomos edhe tek videot tona, videot e Radio Kosovës në Facebook, por sigurisht edhe në televizion. Por si erdhi deri tek krijimi I logos së festivalit të këngës ose RTK Fest 3? Po, ftesa e cila më është bë, ka qenë njëjtën kohë edhe privilegj, po ka qenë edhe përgjegjësi, sepse jemi ty bisedu për brendimin e një festivali, është diçka shumë institucionale në krahasim, nëse realizojmë një dizajn ose komponojmë një muzikë për një individ, mundet me pëlqy, mundet mos me pëlqy, me përdorë, mos me përdorë, por kur kemi të bëjmë me punë institucionale, është me të vërtetë përgjegjësia është shumë e madhe, por fillimisht e kishim të qartë orientimisht se çka po dojmë me bë, do të thotë një fillim I viteve të 80-ta, 90-ta, energjia e muzikës pop, rock edhe funk, por të njëjtën kohë edhe me mbështjell disi me modernizëm, me qenë në gjithçka saj kohës, por edhe me kohën të cilën
jetojmë. Edhe kjo mandej vendos në një proces të mendimit bukur të thellë, se çka duhesh me kriju, çka duhesh me realizu, çfarë elemente duhesh me përdor. Fillimisht më ranë mend është përdorimi i ngjyrave neon të diskotekave të viteve të 80 dhe të muzikës, që përçojnë me të vërtet një energji dhe cilat janë shumë të dukshme në qoftë se kemi një sfond pak më të errët, por gjithashtu është edhe ajo e ndriçuar. Por duke analizu festivali pas se i kanë 9 shkronja dhe pas se mundet shumë mirë të renditet në një renditje 3x3. Dhe mandej gjatë radhitjes e pas që duhet të përdoret një formë më geometrike për mos me pas shumë hapësira në mes të shkronjave. Dhe nëse parë se përmend atë kohën e funkut, rockut, popit, diskotekën, edhe fontin cilën e kam zgjedh familjen e fonteve është disco deck, që edhe mishërohet edhe me idenë edhe me gjithat. Për të shiku logon në Bardhë e Ze është një harmoni shumë e mirë, po mendova është interesant ide të qysh të vinë qatë procesit mendimit. Thash kemi shumë rregull, po kemi të bëjmë me festival të muzikës. Dhe mandej më paraqitën notat e muzikës në pentagram, të cilat në qoftë se janë në një renditje atëre nuk kemi muzikë, nuk kemi magji, po pikërisht muzika krijohet sepse notat pentagram janë të renditura në për pozita të ndryshme. Prandaj erdhë dhe deri te kjo ideja që edhe shkronjat të mos jenë të renditura në atë formë të rregullt, por ato të zhvendosen njëra prej tjetrës, të njëjtën kohë duke simbolizuar notat e pentagramit të muzikës. Dhe pastaj është dashur që t'i japim edhe një thellësi asaj që të jetë edhe më e fuqishme edhe kështu që kjo është faktikisht ajo që u krijua, ishte një proces i cili merr kohë. Atë mori kohë në këtë rast? Po. Ka marrë kohë shumë pak se sa që kam mendu. Mirë po dizajni është një proces në cilin fillimisht e kemi një ide, në ndonjëherë gjana cilat i kemi në kokë mundën edhe më smenajt mirë në letër. Po. Kështu që gjatë dizajnit është shumë me rëndësi që me kriju një baraspesh në mes të estetikës dhe funksionalitetit. Që shpeshherë njerëz mundën edhe mos me kuptu, mundën me thonë për diçka që kjo nuk është edhe diçka shumë ty më pëlqy, por nuk është veç çështja për pëlqen dikujt apo jo, sepse kemi dizajn është të tillë që nëse një ide bisedojmë me 10 vetë të ndryshëm, secili mundet me pas një dëshirë, një vrejtje, duke u bazuar në dëshirën e tij personale. Po kjo shkon për te personalesh. Shkon në hulumtim, shkon në shumë ka rëndësi dhe pjesa teorike e dizajnit, janë elementet e dizajnit, parimet, teoria e ngjyrave, secila prej këtyre na tregon se çish do të më kombinoj elementet, ngjyrat, cilat duhet më përdor, si krijon ato, do thotë është bukur shumë edhe matematik, kombinuar me kreativitet, edhe është ai mesi i cilën ne do me gjetë funksionaliteti në krahasim me estetikën. Vetëm kisha dashur me pyet Besimin për krejt ata dëgjues që aktualisht po na dëgjojnë, por që ende nuk e kanë parë logon, edhe pse s'po besoj që s'e kanë parë, po ndonjë që kanë mbet pa pa. Cilat janë shkronjat që i ke përdor? Shkronjat po mendon në logon. Po janë shkronja janë formë geometrike, dhe është pikërisht shkrimi festival. Po. Dhe kam dashur do të thotë me bë mishërimin e vizualës dhe të idesë. E kemi fjalën festival, por e kemi notat e muzikës të inkorporuar në formën e çrregullt të shkronjave të cilën paraqiten. Por që e kam bërë një valditshmëri të jashtëzakonshme, edhe duhet me thonë edhe publikisht që po duket shumë bukur. Po. Përgëzojmë Besim për këtë lloga. Ishte faktikisht edhe prezantimin të cilën e bënëm në mbledhje, edhe në momentin kur e paraqita logon se si vetëm logo si duket Bardhë e Ze, atë ai reagimi që atë shumë mirë po doket. Ende tek vinte faqe tjetër, madje ku ishte një reagim i cili me të vërtet kur diçka krijon edhe pëlqet prej të gjithëve dihet se ke qëllu. Sepse ndonjëherë jo ndonjëherë, po nuk e kursim vetën as në aspektin kreativ, as kohor, as një mënyrë për me kriju diçka,
për disa punë shkojnë thjesht vështirë. Edhe nuk e dim pse. Çka do që të mundohesh, është që shkon vështirë edhe më vështirë. Në ato rast është mas mirë ti me fshi krejt Po me atë nis punë, prej zerës. a det mos me mendu kurrë, veç me shiku në film ose me dalë në shëtit, dhe të nesërën me fillu pri fillimit. A ke pas këso ditësh gjatë dizajnimit, gjatë krijimit të kësaj logo? Kësaj logos, jo. Gjatë Ka kësaj shku mirë. logos, dyqysh shkëshin normal. Është një proces që është dash me mendu, me eksperimentu, po çka do që eksperimentojsha, dilte më mirë se sa që e kisha në kokë. Kjo i bjen që edhe festivali ka me shku kështu. Po, dyshim. Edhe trinetët e festivalit kanë me shku po si krijimi i logos. Ishte ajo përgjithësia se në këtë festival angazhon një numër i madh i profesionistësh. Vërtet. Edhe mandej ata profesionistë janë ka dhe në backstage edhe ata që prezentojnë këngëtarët, artistët të ndryshëm, po është edhe publiku i cili ka me pa të gjitha të pamje dhe të krijash një identitet vizual për një festival i cili 2 edicionet e para nuk ka ekzistu. Tash është do të thotë të krijojmë një themelimin e identitetit i cilin në çfarë do rasti ku do që të shohim, aja do të vrejmë dhe do të shohim se çka po bisedojmë prej rrjeteve sociale, prej webfaqes, materialeve printuese, a deri te kiri reportazhes i cili do të nëveshë. Do thotë, gjithkund është paraqitur ky identitet vizual i cili në momentin e parë që të shohim e dim se për çka jemi duke bisedu. Dhe kjo e ka vu deshte një barë më të madhe të përgjegjësisë për Nga me kriju dhe dëshira për me kriju diçka edhe më të mirë. E që autori jeni ju, pra është Besimi Kullovci, që e tham edhe pak më herët, ne gjatë gjithë kohës po flasim për prapaskena, për këta njerëz që realisht nuk shihen artistët, shihen ndoshta edhe drejtori artistik, njerëzit e orkestrës, e të tjerat, por ke puna e njerëzve të tjerë që bëhet nga ju dhe nga njerëz të tjerë, sigur se ne padyshim që nuk shihet, por që është një punë tepër e madhe që ndodh në festivale të mëdha si ky. Na kemi pas shumë pyetje me diskutu, po që shumicën i përfshive shumë mirë, i ndërlidhe. Besim shumë mirë me zveti, po na tregove që ka qenë një rrugë e gjatë, po nga kush ndoshta i ke pranua ato, qof kritika, qof vrejtjet, apo ka qenë krejt puna jote? A je konsultu me dikën gjatë rrugës, në një ditë që ke pas nevojë për dikë tjetër? Ledhen e parë të cilën e kemi mbajt, ende nuk e kishim shumë të qartë çka po dojmë edhe si po dojmë. Edhe ka qenë një bisedë. Në këto raste shumë kam qef me vështru edhe me ndëgju. Edhe gjithashtu me pa emocionin kur diçka po përmendet si po ndikon të tjerët. Edhe në fillimisht do të thotë si ide që të përdoret ajo energjia viteve të 10-ta, 90-ta, dhe nëse mundem disi me përfshi stilin ngjyrat asaj kohe dhe me përktyn modernizmin e kësaj, edhe pse kjo duket shumë abstrakte dhe ndoshta jo shumë material, për mu kishte shumë material bazik për çka me fillu. Dhe në momentin kur i kisha ato informata, atyre kisha për veti një rrugtim të qartë se nga dosh me shku. Sepse kuptohet, mundemi me pas dilema, çfarë drejtimi duhet të shkojmë. Por në profesion, po flas tash për profesionin tim, në qoftë se e zgjedh një rrugtim që do të më shku, atëherë do të më pas besimin maksimal se jam të bë vendimin e duhur. Nuk do të në asnjë moment me mendu çka kish ndodhur të kisha zgjedh atë rrugë ose këtë rrugë se ma ndim besim. Kështu që kam pas një besim të fortë në përgjedhjen tëm të rrugtimit çka do të më shku dhe mandej nuk kam pas nevojë të konsultohem me askën. Bile është shumë e preferueshme që në punët, po flas tash në këtë rast, në punët e dizajnit që të kemi në këtë fazë sa më pak konsultime me tjerë, sepse secili mundet me pru diçka në një përvojë personale ose e kumpas që duket interesant dhe shpesher e krahasoj është një sikur kur shkon në treg me ble djath
dhe i provon 5, 6, 7, 8 lloje dhe ma krejt dokën njëjtë. Dhe ma të veç do të me zjedh diçka, po, do të me zjedh diçka rastësisht për me kry punën. E shpesher, po gjithmonë e kam këtë ndërmend që mos me ran këtë grack, edhe me kursye edhe vetën edhe tjerët prej gjanave tjera. E kemi idenë, e kemi rrugën, edhe veç do të me vazhdu tutje. Po. Na tregove Besim që në ato mbledhjet që e ke pas është përqafuar, me njëherë është pëlqyer, po në përgjithësi kështu prej njerëzve ndoshta edhe që të njohin, ndoshta edhe që nuk njohin, apo ju pëlqen, a ke marrë ndonjë feedback të mirë, të themi, sa i përket brendimit të këtij viti? Faktikisht ka qenë vllau i cili telefonoi, i cili kam dëgju në një radio për festivalin i cili është ju pregadit, edhe unë nuk kisha pas bisedu shumë. Kur shifëm me familjar, me vllahun edhe me tjerë të kemi tjera biseda. Punët e shtëpis jashtë, e punës. Tha, diçka përmendën, tha, emër jytë, tha, për brendimin e festivalit, po tha, nuk kjo radio era të kësë, tha, ishte një radio tjetër adin. Edhe mërë të mirë. Është një ndjenë shumë e mirë kur vlerësohet puna. Absolutisht. Është edhe shpesher të punë të artit, dizajnit edhe pikturës në përgjithësi, e keni ndëgju adin çka ka dashur autori, me thonë. Po. Ato është gjithmonë ajo pyetja, po. Por është më shumë se ajo është se si po komunikon punime, punë artistike, piktura, çka do të është ajo me publikun e cili e shikon atë. Dhe për ndjenjen edhe për cilën e mesazhit edhe ndjenjen e publikut është që përmenda parës edhe pjesa teorisë, për shembull teoria e ngjyrave. Po. Te teoria e ngjyrave e mësojmë cilat ngjyra duhet me ti përdorim për me pas që ndjenjen e mirë të cilën e kemi tash. Është edhe një ndjenjë e qetësisë, një ndjenjë mirë, po shohim që brenda në qendër është një lojë shumë e madhe e cila po ndodh. Dhe ajo ndodh, do thot, ajo ngjarje e cila po ndodh brenda është faktikisht krejt energjia e cila ka ndodh brenda festivalit me ndrita të ndryshme, me ngjyrime të ndryshme. Ndërsa ajo pjesa tjetër duhet edhe patjetër me qenë e qetë, sepse në dizajn pjesa qendrore, e cila quhet pjesa pozitive, është aq e rëndësishme sa edhe hapësira negative. Hapësira negative në ndihmon që me organizu dizajnin që ajo me frymu. Mos me qenë asgjë e vështirë për me pa diçka që ta pengon shikimin. Dhe thot kombinimi i gjitha këtyre gjërave, si teori, si praktik, na ndihmon që me pas një rezultat i cili komunikon mirë me publikun. Veç që ja ke arrit. Nga ato që ke dëgju pa dyshim prej njerëzve edhe prej njerëzve që kanë reagu pa dyshim prej këtij dizajni. Po përpas kësaj, përpas që është i festivalit, po e tregon që është një logo, është një brendim që na përcjell gjithandej në media sociale. Sa ka qenë pasaj e vështirë që t'jeti përshtatshëm për gjitha platformat, qoftë edhe për media sociale, për skem pastaj, për televizion, për radio. Është faktikisht një pyetje shumë e bukur, dhe sepse kur e përmenda pak më herët që te dizajni do të më gjetë një mes në mes të vizualës, estetikës dhe funksionalitetit, kjo pjesa e funksionalitetit shpesher na shtyn me hiq dorë prej vizualës, sepse ashtu si e përmendet gjatë brendimit do të më paramendu se ku krejt do të përdoret kjo logo. Dhe në pjesën e radios ku vendoset në gjitha rastet gjatë transmitimit në televizion, duhet me pas hapësirë për informata shtesmane të cilat do të vendosen aty dhe të cilat nuk do të interferojnë me pjesën kryesore të dizajnit. Secila e ka rolin e vet dhe pikërisht për këtë është edhe ajo pjesa e hapësirës negative të cilën e përmenda. Nuk është që nuk kam pas vështirësi në disa pjesë, mirë po mirë jam gjindë, mendoj. Kudo që kemi planifikuar është dash që pjesa logos me pjesën përshkruese, cila është tipografia, cila është me ngjyrë të bardhë që me mujt me u bë ndamja mes mesazhit tekstual edhe vizual mbrapa, dhe nuk kam pas probleme të mëdha.
Do thotë është dashur në fillim gjithat mi mendu, mi parashiku, mi testu, bukvalisht, sepse kemi materiale të ndryshme, vetë formati për shembull për jetën sociale kemi 3 formate të ndryshme. I kemi 16:9, 9:16 edhe 1:1 që është square, edhe nuk mundem se cilën mënyrë me përdor atë shkrimjen edhe logon në pjesën ansore pa një kalkulim bajgit mirë. Besem, po du me të pyet një logo e mirë ose një brendim i mirë, a ja rrit vlerën në këtë rast edhe festivalit, por edhe ngjarjeve të tjera kur krijohen këto logo? Po pikërisht krijimi i brandit ose brandimi është një prej disiplinave që krijon edhe kreativitet, por edhe përgjegjësi. Do thotë është mishrimi i këtyre dyjave. Pikërisht atje për atë sepse i jep vlerë ngjarjes, qoftë festival ose Çfarë do lloj ngjarje? Po, dhe kur përmbi këtë dim që kemi të bëjmë për diçka institucionale, prandaj kjo rrit vlerën edhe më shumë. Do thotë është vështirë të paramendojmë të ekzistojnë një kompani sado e vogël ose një ngjarje siç është festivali pa pas një brendim. Përderisa për logo mundemi me thonë se është fytyra, një element fytyrës, atëherë brendimi është reputacioni. Dhe ne mundemi me pas një fytyrë, dikush na nxjerr mbas shikimit, po reputacioni është ajo e cila mandej neve na tregon se kush jemi, çka jemi. Prandaj krahas krijimit të logos e cila ka qenë një sfidë, ani ka qenë sfida tjetër atë logo se si me vesh me gjithë ato ngjyra, familjen e fonteve, elemente të ndryshme të dizajnit për me pas një brendim, një identitet vizual çfarë i duhet festivalit. Rreth ka festit. Po, dhe kjo definitivisht shumë luan rol në atë që thatë, në thotë seriozitetin, sepse si përmenda më parë, kemi punë të kolegëve të shumë në RTK televizion dhe radio për me realizu festivalin dhe fatkeqësisht momentin në qoftë se nuk e qëllojmë brendimin, të gjitha punët mandej kanë me qenë edhe shumë më të zbeta. Nuk kanë me arrit me pasat impaktin të cilën e kanë kur e kemi një brendim të fuqishëm. Mbas brendimet e shohim se një diçka sa është serioze, sa është e vlefshme, sa është po. E kjo është faktikisht. Kështu që ka godit me një fjalë Besimi në këtë logo dhe na tjertë po s'po i shkojmë prapa punës së tij dhe po besoj edhe po shpresojmë gjithçka ato trinet vërtet do të jenë magjike të këtij edicioni të tretë, sepse siç e thatë edhe ju e kemi potencuar edhe ne vazhdimisht, është një numër shumë i madh i kolegëve nga televizioni, nga RTK Radio që po punohet për këtë festival dhe për ato trinet magjike, siç është edhe ky emision që e kemi nisë që nga java e kaluar, që nga 20 tetori dhe do t'jetë deri në përfundim të festivalit. Kështu që do të kemi edhe shumë shka për të ndarë me krejt dëgjuesit tonë. Masivisht folëm rreth brendimit, rreth dizajnit, na tregon tash dalim prej festivalit këngës mirë që kemi këtë vetë, besoj do të na përcjell edhe tutje në traditën e gjatë të këtij festivali, po si është zhvillimin e logove, dizajnit të festivaleve të tjera në Kosovë, ku jemi ne me trendet e fundit, sa po i përcjellim? Po, adin qysh. Po mendoj që dizajnin nuk e kuptojmë sa duhet. Edhe nuk japim palse kom pak me një grip, dhe nuk i japim rëndësinë e cila duhet me pas. Me dizajn nuk mundet me marrë një djalë i hallës, një djalë i tezës, dhe adin me marrë në qafë komplet një kompani, një institucion, një qka do. Se logoja, brendimi është fytyra, reputacioni atij institucioni, po. Dhe ajo ka më të përcjell, ka me përcjell atë institucion. Adin qysh e përmend në fillim, në qoftë se nuk ja qëllojmë të ndonjë individ, adin jena bo pak hor, nuk e përdor dhe o kry me qash, adin mundet me përdor ma vonë, me përditësu me asi, por institucionet, kompanit, korporatat,
ngjarje të ndryshme, adin me të vërtet duhet kështu mi kushtu një vëmendje maksimale të përzgjedhja, të krijimi edhe gjithë ato. Se me shumë gjana mundë me bëhajgare, po me të vërtet me brendim, me logo nuk mundë me bëhajgare. Ka më të përcjellën, se cilin moment, në vizitkarta, në uniforma, në vetura, në kudo dhe në qoftë se ajo është reputacioni i kompanisë dhe në qoftë se merret me hajgarat herë në thotë dikon nuk jemi Me një gjallë tezës, me një gjallë Leta krymë që ashtu. Në thotë diçka nuk jemi ty kuptu drejt në atë. E për shembull, se sigurisht secili që ka një profesion e shem me atë syrin e profesionit. Ti na thenive për zërin, realisht na kur të flasim me njerëz na bien vesh së pari zërin, ndoshta për para pamjes, dukjes. Juve besem dizajni. Po kështu në përditshmërinë tënde në lëvizjet e tua, a të pëlqejnë këto brendime, i përmende uniformat, robat, në kompanitë ndryshme, bizneset të ndryshme që i sjellin këto brendime, këto logo. A të pëlqejnë apo lë për të dëshiruar, siç thojnë andej nga Shqipëria? Ka punime që me të vërtetë më pëlqejnë edhe në momentin kur e shoh që është investu mundim. Është investu mundim edhe dëshirë për me u paraqit sa më mirë vizualisht ndaj tjerës. Është çështje reputacioni. Dhe janë gjanat e cilat i shoh cilat janë edhe institucionale, edhe mëdhimet kur e shoh në atë mënyrë, sepse kur punot për marrim shembull një logo, ajo logo do të me përçu një pjesë të historisë të asaj kompanisë, do të me pas një tregim brenda saj. Nuk mundëm thjesht me kriju një simbol, me marrë dikon të gatshëm, me përpunu, me marrë disa ngjyra se neve personalisht më pëlqejnë. Të dizajni, në këtë rast mësimi të folë të brendi dhe të logoja, nështë mas pak të i ka rëndësi neve personalisht që shpo në pëlqen. Ose ajtë që po e kërkan, sepse nuk po dizajnot për mu, ose për atë që po e kërkan. Po dizajnot për atë që ka me pa dhe ka me bart, ndoshta ose ka me pa secilën herë. Dhe ka që ka me tregu. Po, për shembull, që një kohë të gjatë është kur shkojmë të një kompani ose të një dentist ose dikon për një shërbim, do të më na dhurojnë në një gotë ose çka po di me simbolin e tij. Edhe nëse ai simbol nuk reprezenton diçka serioze, na nuk e mbajmë. E hedhim më një herë. Do thotë sa më i fuqishëm të është brendimi, aq është edhe një mburje e njerëzve pa. E sheh dikun një gotë të bukur të Coca-Colës edhe merr me veti se po të pëlqen. Po pëlqen, është e mora shembull, sepse kemi shembuj shumë të tjerë. Prandaj edhe te ne, mendoj posaçërisht për institucione, do të me pas një kujdes jashtëzakonisht të madh çka po krijojmë dhe çka po paraqisim, sepse ajo na paraqet neve. Besim edhe një pyetje të fundit se po na shkojnë minutat shumë shpejt. Na tham, a e ke kry krejt punën me festival kur e ke përfundu, e ke prezentu punën, apo je akoma kështu i angazhuar? Neve na tregove edhe publikut. Po, konstant po kemi angazhime, po kemi materiale të ndryshme për printim, për dimensione të ndryshme, për arsye të ndryshme, për shembull tash vonë kam pas edhe me përgatit dizajnin për me mvesh kjerin e reportajës, i cili edhe ai do të jetë me brendim, pastaj tash vonë gjithashtu e kam pas, i cili është përgatit një promo dhe pjesë asaj promos është dashur me tregu mënyrën se si duhet me rezervu biletën. Po, me apliku për një urse. Po, dhe atë mandej është dashur me anë të animacionit me paraqit, kështu që është konstant ka kërkesa, edhe para se gjithashtu pyetët për një pjesë të dizajnit e cilën do të përdoret, tash mi dërgoni dimensionet, bisedoni me dikën, si do të më printu. A dëgjove bel. Edhe i përgatisim. Do të puna nuk ndodh. Nuk kam përfunduar dhe nuk do të përfundojmë duke deri me datën 8, kur do të jetë edhe finalja e madhe. Kur bie perdja, kështu mbyllet edhe mbyllet çdo gjë.
Besim na u kënaqëm realisht në këtë intervistë edhe na bët Besoj, shefi që faleminderit u shumë. njoftuam së pari, sepse edhe pse ka kaq vite që punojmë në të njëjtën institucion, si emër dhe e kemi thënë ne edhe në fillim të emisionit, do të mundohemi që në kanalin e dytë të Radio Kosovës, pikërisht ta emra që shkojnë vetëm në titra, ti kemi në Që japim zë këtyre emrave. në radio dhe gjithçka çfarë ndodh në prapasken me punë dhe profesione të ndryshme ne t'i sjellim në RTK Radio 2. Kështu që po të falenderojmë shumë, po të urojmë edhe një herë shumë suksese edhe punë të mbar në angazhimet e tua, shtesë që do t'i kesh në RTK. Faleminderit shumë, edhe ne kom një vetën shumë këndshëm me juve, ka qenë si një bisedë në një kafene ose me miq, të cilët nuk i ke pa moti dhe Kafe s'pat. dhe mundohesh me u njoftu edhe më mirë edhe me punën edhe me gjithçka. Faleminderit shumë.